Bismillahirrahmanirrahim. Disa gjëra që është e preferuar të bëhen ditën e xuma. Në 1. Të lahemi, të pastrohemi, të marrim gusul total. Në 2. Të veshim rroba të bukura. Në 3. Të parfumosemi. Në 4. Të bijmë salavat mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala sayidina wa nabina Muhammad. Të lexojmë surën El Kehf, që është dritë nga xumaja në xuman tjetër. Të japim sadaka. Të shkojmë në xhami të falim xuman dhe të dëgjojmë hutben nga imami. Të vizitojmë prindrit. Të bëjmë vepra të mira të vazhdueshme. Andaj e lutim Allahun e Madhërisëm që këto këshilla dhe këto mirësi t'i zbatojmë vazhdimisht, por sidomos në ditën e xuma të jemi të kujdesshëm në veprimin e këtyre mirësive.